إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاندرم الله عز وجل أتي lavdërojmë, ati jemi mirënjohës, ati kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe vetëm tek ai mbështetemi për të arritur çdo të mirë dhe tek ai kërkojmë strehim të na ruaj nga çdo devijim dhe e keqe. Tek ai ankohemi dhe i lutemi për dobësinë dhe ngurtësimin e zemrave tona. Dhe lutim të madhëruarin që t'i zbusë ato dhe t'i bëj të afta për të vazhduar rrugën, për të gjetur forcë, t'i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall. Ta udhërojnë atë ashtu si ai ka urdhëruar dhe kënaqet. Dhe t'i bëj ato zemra të afta për të përballur me sprovat e kësaj dynjaje. Padyshim që zemra dhe ndjenjat e saj janë shumë të rëndësishme, prandaj dhe kanë zënë një vend shumë të rëndësishëm në ajetet kuranore dhe në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, hadithe me të cilat jemi duke u marrë në këto hutbe. Një hadith i ngjashëm është edhe në hutbën e sotme, vëllezërit e mi. Hutbën në të cilën do mësojmë se sahabët kujdeseshin shumë për shëndetin e zemrës së tyre, sidomos në aspektin e ngurtësimit të saj dhe pra largimin nga përkujtimi i Zotit xheleshan. Vetë Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor i nxit besimtarët që t'i ushqejnë zemrat e tyre me frikë respekt për Zotin xheleshan dhe me shpalljen që ai ka zbritur, dhe të mos bëhen si ata që ju dha libri më përpara, të cilët nga koha e gjatë që jetuan në këtë dynja dhe nuk e ushqyen zemrën e tyre, u ngurtëzuan zemrat e tyre. Thot Allahu xhaleshan në surën Hadid: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. A nuk ka ardhur koha që ata që besuan të friksohen zemrat e tyre nga përkujtimi i Zotit dhe nga shpallja që Allahu ka zbritur profetit e tij, pra nga Kurani dhe nga shpallja që ka zbritur. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Dhe mos jenë si ata që ju dha libri para tyre, që u zgjat koha e qëndrimit të tyre. Wa qasat qulubuhum, dhe u ngurtësuan zemrat e tyre. Fatala alehimul amad wa qasat qulubuhum. Pra për shkak të kohës së gjatë që nuk u kujdesën për zemrat e tyre, u ngurtësuan zemrat e tyre. Dhe rezultati, wa kathirun minhum fasiqun. Dhe shumë nga ata do t'i gjesh fasik. Fasiqun do thot jashtë kufive të Allahut xheleshan. Pra ngurtësimi i zemrës nuk është diçka e vogël, e pakët. Ngurtësimi i zemrës ka të bëjë me mos ndikimin e saj, siç do të vijmë poshtë inshallah. Mos ndikimin e saj nga shpallja që ka zbritur Zoti xheleshan. Mos ndikimi i saj nga frika prej Zotit xheleshan. Dhe mos kujdesi për jetën dhe qëllimin pse të ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo mos kujdesje, dhe ky ngurtësim i zemrës çfarë sjell vëllezërit e mi? Ngurtësimi sjell që të bëhesh prej fasikinëve, atyre që dalin nga kufit e Allahut. Dhe Zoti na ruaj. Fisku mund të nxjerr fare nga imani, pra mund të dalësh nga kufit e Allahut dhe të bëhesh fare mohues i Zotit xheleshan, dhe kjo është zemra e vdekur, që vetëm Zoti e ngjall. Nëse robi pendohet dhe kthehet. Ose mund të jetë diçka me nivele të ndryshme, pra secili sipas shpërfilljes dhe mos kujdesit për zemrën e tij. Dëgjoni hadithin e sotëm, vëllezërit e mi. Shkon një burr tek profeti sallallahu alaihi wasallam, yeshku qaswat qalbi. Ankohet tek profeti sallallahu alaihi wasallam për ngurtësimin e zemrës së tij. Subhanallah. Sahabët shqetësoheshin për ngurtësimin e zemrës. Dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "E tuhibbu an yalina qalbuk?" A dëshiron të zbutet zemra jote? "Wa tudriku hajatak?" Dhe pastaj të arrish të përmbushësh gjithçka që ke nevojë dhe e synon. Pra, zbutja e zemrës sjell edhe përmbushjen e gjithçka që njeriu synon, për synimeve të jetës së kësaj dynjaje dhe ahiretit. Subhanallah, shumë e rëndësishme. Zbutja e zemrës. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Irhamil yatim", mëshiroje jetimin. "Wamsah ra'sah",
dhe përkëdhele kokën e tij. Wa at'imhum min ta'amik, dhe jepi atij ushqeje nga ushqimi që ke ti. Yelin qalbuk, kështu do të zbutet zemra jote. Wa tudriku hajatek, dhe do të arrish të përmbushësh gjitha synimet e tua. Subhanallah. Në suksesin në jetë, përmbushja e gjitha synimeve që ka njeriu, përmbushja e planeve të tij, qoftë edhe në jetën e kësaj dynjaje, që ka lidhur ngushtë edhe me veprat e zemrës, pra me mos ngurtësimin e saj. Njeriu muslimani është njeri i gjallë, jeton në një shoqëri dhe nuk jeton vetëm për veten e tij. Dhe që njeriu të arrijë synimet e tij, të jetë pjesë e suksesshme e vendit ku jeton, duhet patjetër të kujdeset për zemrën e tij, vëllezërit e mi. Ky është hadithi nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Qëndrojmë në këtë hadith dhe përfitojmë nga ato që kanë nxjerrë dietarët për mësimeve dhe dobive. Së pari, vëllezërit e mi, në këtë hadith kuptojmë kujdesin e madh të sahabëve për zemrat e tyre. Sahabët kujdeseshin për zemrat e tyre. Së pari, në këtë, në kujdesin e tyre, shfaqet shkalla e vetdijes së tyre të lartë shpirtërore. Ishin shumë të vetdijshëm në lidhje me punën e zemrave të tyre. Nuk ishin njerëz domethënë spontan. Shkojmë falim në xhami, falim të gjithë në xhami. Bëjmë një punë, bëjmë të gjithë në punë, si të merr turma. Dhe thjesht në formë tradite ta ndjekësh fen. Jo, nuk është feja e sahabëve në këtë formë. Feja e tyre shumë e thellë. Dhe ishin shumë të vetdijshëm për ato që kryenin dhe ato që ndjenin. Sahabët ishin brezëmi pastër i këtij ummeti. Nuk e reduktuan fen thjesht në ritualet e jashtme, por i kushtonin vëmendjen më të madhe zemrës, sepse ajo është boshti i imanit. Ky burr erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam, jo për probleme materiale, por për një çështje të brendshme. Po ndjej ngurtësi në zemër. Ankohet profeti, o dërguar Allah, po ndjej zemrën të ngurtë. S'po ndjej më imanin siç duhet. Nuk po ndjem rehat. Për mënyrën namazit bëhet fjalë që e falin ata. Madje ishin burra që edhe luftës i përgjigjeshin, edhe jetën e jepnin, po subhanallahu. Ndjen ngurtësi, po ndjen ngurtësi, se çdo njeri do sprovohet. Mos kujto se sahabët me imanin e tyre të lartë nuk sprovoheshin me të tilla sprova. Por ishin njerëz që kujdeseshin për zemrat, vallahi. Kujdeseshin për zemrat e tyre. Atëherë çfarë tregon kjo? Po ta shikojmë vetdijen e sahabëve, nxjerrim disa dobi. E para, sinqeriteti i tyre në vetvlerësimin e tyre. Pra njerëz të sinqert me vetveten, o vëllezërit e mi. Njeriu nuk e mbyll syrin kur bëhet fjalë për veten e tij. Për të tjerën mbas e mbyll syrin dhe ndoshta si bëhet vonë. Dhe kjo gabim është sigurisht. Por as për veten tënde, të mbyllësh syt edhe në lidhje me gjendjen e zemrës tënde, kjo nuk ndodhet te sahabët. Kjo është sinqeriteti që i ndan ata si brez. Nëse Allahu na mëshiroj. Sahabët e vëllezërit e mi ishin njerëz të sinqertë, me vetveten dhe kujdeseshin për vlerësimin e zemrës së tyre. Nuk jetonin në sipërfaqe, por e ndiqnin nga afër gjendjen e brendshme të zemrave të tyre. Se dinin shumë mirë që feja islame është një fe shumë e fortë, islam, dorëzimi plot tek Allahu xhaleshan. Dorëzimi i zemrës është më primari. Prandaj kujdeseshin për këtë, vëllezërit e mi. Ata nuk e mashtronin veten, as nuk i mbulonin mangësitë në maskën e veprave. Po çka, unë namaz po fal. Namazet po i fal rregullisht, madje edhe sunet e fal, edhe namaz natë, edhe agjerime mund të bëj. Megjithatë, nëse ndodhte që zemrat e tyre nuk ishin në nivelin e duhur, kishin ngurtësi, nuk po ndjenin ëmbëlsinë e imanit. Nuk ishin të pavëmendshëm ata, subhanallahu. Ishin shumë të thellë në fenë e Allahut xhaleshan. Ata gjithashtu kishin ndjeshmëri të lartë në lidhje me synimin e jetës së tyre. Ata i matin veten çdo ditë me standard të qartë. A jam në rregull me qëllimin pse Zoti më ka krijuar? Thjesht më ka krijuar Zoti domethënë që unë të fal ato 5 vakte namaze, ti mbaroj, ti heq se i kam detyrim dhe pastaj në jetën e përditshme nuk ka lidhje, ta jetoj jetën si të dua. Unë namazet po i fal, për sa kohë unë i fal namazet në xhami, fal xhumat, fal bajramet. Jam në rregull? Ky është qëllimi pse më ka krijuar Allahu? Qëllimi është të adhurosh Zotin me dashuri të plotë, ta madhërosh atë në çdo gjë, edhe në halalin dhe haramin, edhe në ndërtimin e jetës, edhe në marrëdhënie me të tjerët, siç do të vijmë poshtë. Prandaj përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam. Çështja e jetimit këtu nuk është vetëm jetimi që synohet, ti fërkosh kokën, e ti jesh i mëshirshëm me të. Pra nuk është vetëm çështja për veten tënde në dukje me këto vepra të jashtme. A jam në rregull me krijimin? Pse më ka krijuar Allahu xhaleshanu?
Më ka krijuar që ta adhuroj atë, dhe adhurimi është në të gjitha aspektet e jetës. Prandaj nëse shikoni ngurtësinë dhe jo rregullsinë në zemrat e tyre, nuk mjaftonin veprat e jashtme që bënin ata. Edhe do pyesin se s'bën profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon që ata e monitoronin vazhdimisht veten e tyre. Pra kjo tregon për një vet llogari, një muhasebe. Pra llogarisnin veten e tyre vazhdimisht. Dhe kjo bënte që ai shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam, se ndjeu veten që s'ishte në rregull. Dhe nuk po funksiononte si duhet. Pra asnjëherë nuk ishin të pavëmendshëm ndaj, domethënë atyre që ne mund t'i quajmë si është momenti, do kaloj. Është diçka e vogël. Jo, s'ka. Nuk kalonte kjo pa e vënë re sahabët në veten e tyre. Dhe padyshim që do merrnin masa. Vërejtë diçka në veten tënde që si në rregull, atëherë merr masa vëllezërit e mi. Kjo duhet të jetë rregull në marrëdhëniet tona me Allahun subhanuhu teala. Nëse s'jam në rregull dhe kjo pa rregullsia jon shfaqet 1, 2, 3, 10, 100 pika, vendosen të gjitha para syve dhe shikon kush janë problemet fillimisht. Dhe pastaj pyet dhe interesou, lexo, hulumto, shiko, rregulloj marrëdhënien që kemi me Allahun xheleshan. Kjo është jeta jon. Pse ne ka vendosur Allahu këtë dynja? Se ka vendosur thjesht të vazhdojmë me rutinën e jetës, të na imponojnë jeta dhe mohuesit e Zotit, na imponojnë se si ta jetojmë në jetën. Jetën ne jetojmë ashtu si Allahu ka dashur subhanuhu teala. Gjithë pjesa tjetër është degëzim dhe i rregullon Zoti subhanuhu teala. Muslimani alhamdulillah për këtë duhet kujdeset më shumë. Pra kjo është madhështia e sahabëve vëllezërit e mi, vetdije e lartë, ndeshmëri me veten, frikë nga ngurtësimi i zemrës dhe nxitojnë drejt Allahut sa herë që ndjejnë që zemra po largohet nga besimi. Ky është modeli i zemrës së gjallë, jo zemra që e shikon veten të përkryer. Unë jam në rregull. Unë fal namazet rregullisht. Zoti na ruaj, fal xhumat ose unë fal bajramet. Dhe duke ardhur duke kufizuar madhështinë tënde dhe me mendimin edhe shpresën e kotë në fakt se nuk është shpresë e rregullt që unë jam musliman. Jo vëllezër. Sahabët pra kishin frikë nga devijimi i zemrës. Ata shikonin zemrën në disa aspekte vëllezër e mi. Edhe ne duhet ta shikojmë këto aspekte. E para, sa e fortë është lidhja me Allahun subhanuhu teala. Çfarë intensiteti ke lidhja jote me Zotin xheleshan? Apo fal vetëm farzet? Apo po i fal dhe sunetet? Po fal namaz natë të paktën që ti jesh nga ata që përmbushin ato një grad ose ke vendosur vetes një nivel të caktuar? Apo mjaftohesh vetëm me bajramin, vetëm me xhuman, vetëm me faljen e farzeve? Edhe ato farze që i fal shpejt dhe largohesh as dhikr, as cili është niveli jot? Çfarë intensiteti ka lidhja jote me Allahun xheleshan? Ka rënë vullneti jot, se her pas here ti mund të falësh të gjitha këto, por bie vullneti. Dhe bie duke parë veten që po bie, largohesh dal nga dal. Nuk e fal një namaz me xhamat. Pastaj bën 2 që si fal me xhamat, pastaj 3, pastaj të gjitha si fal me xhamat. Ndonjëherë e largon dhe e le namazet i bashkosh. Domethënë afër njëri tjetrit, ose mund t'i lesh në fund të ditës dhe në fund pastaj dal nga dal, kufizohesh me xhuman, me bajramin. Kjo është zbehje. Nëse nuk merr masën që në fillim, kur e shikojnë që po largohesh nga vajxhibet, nga detyrat që ka dhënë Zoti xheleshanu, që janë lidhje me Allahun subhanuhu teala, dije se po s'more masën që në fillim vllajim, dal nga dal do të jetë shumë më vështirë më vonë ta kapësh veten. Ti je i bindur. Mos mendo domethënë se duke lënë veten që si ca kohë do ri, po pastaj do kthehen prapë. Vallahi, a do kthehesh më? A do ta jap Zoti mundësinë të kthehesh më? Allahu musta'an. Pra do e para njerë gjendjen e zemrës në lidhje me forcën e saj në marrëdhënie me Zotin xheleshan. Padyshim që disa ndjenja duhet të jenë të forta në zemrën e besimtarit. Dhe më të rëndësishme ndër to, kam përmendur dietarët, frikën nga Zoti, shpresën për shpërblimin e tij, dashurinë për Allahun subhanuhu teala, mbështetjen e zemrës tek ai dhe kthimin tek ai me pendim të sinqert. Këto ndjenja duhet të kultivohen në zemrën e besimtarit. Se nëse nuk ke dashuri për Allahun, çfarë do të bëj të nënshtrohesh ndaj urdhëresave të tij dhe të qëndrosh brenda kufive të tij? Nëse nuk ke shpresë për shpërblimin e tij, çfarë do të nxjis të bësh ato punë të mira? Dhe nëse nuk ke frikë ndëshkimin e Allahut, ringjalljen ahiretin, xhenemin e Zotit subhanuhu teala dhe ndëshkimin. Nëse si ke frikë këto, intensiteti i kësaj frike në zemër është i pakët dhe zemra është ngurtësuar, siç tham në ajetin në fillim të hutbes, atëherë patjetër do bëhesh prej fasikinëve. Desha apo s'deshe.
Pra këto janë ndjenja që duhet të ushqehen. Dhe njeriu që nuk i shikon zemrën në këto drejtime, e ka të vështirë domethënë që të vazhdojë në punë të mira. Çështje kohe është. Nëse nuk kujdeset për to, do të fillojë avash si thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa kathiru minhum fasiqun." Pra, u ngurtësuan zemrat e tyre dhe shumë nga ata janë jashtë rruge. Dalin edhe shkelin kufite Allahu subhanahu wa taala. Pra këto tre ndjenja duhet ti kultivosh në zemër o vëllezërit e mi. Do të vijmë poshtë mënyra që zgjodhi sahabiu për t'i kuruar këto problemet e zemrës së tij, të ngurtësisë së zemrës. Gjithashtu, zemra duhet vëzhguar edhe në lidhje me mbështetjen që ke tek Allahu xhaleshan. Çfarë lidhje ka mbështetja? Tawakkuli. A je mbështetur plotësisht tek Zoti? A e ke lidhur zemrën fort me Allahun xhaleshan apo ke frikë vetëm dynjan? Dhe ke frikë vetëm ato, domethënë çështjet dhe sebepet e kësaj dynjaje? A ke mall për takimin me Zotin xhaleshan? A ke mall për përjetësinë, për xhenetin, për mallohesh ndonjëherë për mirësitë e xhenetit? Dhe të ndjesh që elhamdulillah jeta e vërtetë është jeta e ahiretit. Si e ndjen zemra jote këtë gjë? Ja, kjo është butësia e zemrës që kërkohet. Ngurtësimi është e kundërta. Mbyllja fare e përmallimit për ahiretin. Se kujton fare takimin me Zotin. Nuk e kujton xhenetin, nuk kujton xhehenemin, llogarinë e vështirë për Allahu subhanahu wa taala. Këto janë çështje që zemra jote nuk i njeh më, po këto e bëjnë që zemra të ngurtësohet. Zbutet duke kujtuar këto gjëra. Pra, përmallimi për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo bëhet me dhikr të vazhdueshëm, me përkujtim të vazhdueshëm, me lexim të Kuranit, lexim të Sunetit, siç do të vijmë më poshtë. Gjithashtu zemra duhet vëzhguar edhe në aspektet e tjera. Në lidhje me rrëshqitjet e saj, lehtësinë e rënjes në gjunafe. Sa shpejt jemi në rënjen në gjunafe. Mjafton vetëm një pamje që të del dhe ti bie në sprovë dhe e shikon haramin. Mjafton diçka do një gjunaf që del tutje tu dhe ti menjëherë harbon dhe shkon pas saj. Sa e kollaj, sa e thjesht është të shkosh pas gjunafeve. Ja këtu shikohet dobësia. Shikohet domethënë sa e thjesht është të biesh në gjunafe. A e mban veten? A je i kujdesshëm? A e rrimer veten menjëherë dhe pendohesh tek Allahu xhaleshanu? Apo thjesht sa herë del diçka shkon pas asaj dhe mbaron shpejt e shpejt, edhe përmbush dëshirën e nefsit. Pra do ta vëzhgosh zemrën në tilla drejtime vëllai. Nëse bëjmë këtë gjë, elhamdulillah vërtet po e shikojmë zemrën dhe po kërkojmë që të mos na ngurtësohet ajo. Duhen të gjitha këto vëllezërit e mi, duhen të gjitha këto duhen se s'bën. Se udhëtimi drejt Allahu subhanahu wa taala i ka këto sprova. Dhe njeriu duhet të kujdeset për to që ta mbajë zemrën të paktën në një nivel të jetë i aftë për të vazhduar udhëtimin, ose në të kundërt do meket. Do mbetet zemra. Dhe nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë udhëtimin o vëllezërit e mi. Po të shikojmë sahabiu çfarë bëri kur e ndjeu veten e tij, pra ngurtësim në zemrën e tij. Dhe në fakt ngurtësimi që ai ndjeu në zemrën e tij kishte me një aspekt të caktuar, me aspektin që kishte bën me njerëzit. Nuk kishte sepse ngurtësimi, siç do të vijmë poshtë, është në lidhje me marrëdhënien që kemi me Allahun subhanahu wa taala dhe në marrëdhënien që kemi me njerëzit, pra ngurtësimi i zemrës. Çfarë bëri sahabiu? Fakti që ky burr ju drejtua profetit sallallahu alaihi wasallam. Për një çështje të zemrës tregon qartë mbretësinë, dijen dhe zgjuarsinë e sahabëve. Ata e dinin se udhëzimi nuk gjendet në mendjet e njerëzve. As tek filozofitë e kohës, apo psikologët apo njerëz. Pra qetësimi i zemrës dhe shërimi i saj nuk gjendet tek fjalët e njerëzve, por gjendet vetëm tek shpallja. Ky është mësim madhështor. Pra nëse ndjejmë ato ngurtësime që folëm më sipër, ku duhet kthehet muslimani? Ka nevojë, kjo tregon edhe një herë, nevojën e madhe të ushqimit të zemrës me dije dhe përkujtim. Informacion nga shpallja. Profeti ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dhan dy aspekte kryesore të shpalljes madhështore. Kurani dhe hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, tradita e tij, suneti i tij. Të dyja të rëndësishme dhe shpjegojnë njëra tjetrën dhe plotësojnë njëra tjetrën. Nëse doj që zemra të zbutet, sahabiu na tregoi ku shkoi, shtoi te profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam tashmë shkoi tek Zoti. Nuk është më në dynja që na tregoi, por na la pas, siç tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Kam lënë pas meje dy gjëra. Nëse kapeni pas tyre, kur nuk do të humbisni. Ju kam lënë pas, domethënë librin e Allahut dhe sunetin tim. Pra traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Më faqebardhi është ai që është më afër këtyre dy burimeve. Sa herë që etet zemra dhe thahet, shkon dhe pi nga këto dy burime. Nga libri i Allahut subhanahu wa taala, nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky është mësimi i sahabiut. Pra,
Zemra nuk ngjallet në fjalët e njerëzve ose me përpjekje njerëzore, duke menduar se në këtë formë do t'ja dalësh mban dhe të rimë këmbësh, jo vallahi. Ajo ngjallet duke lexuar ajetet që flasin për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo bëhet me një lexim të rregullt të Kuranit, të vazhdueshëm në jetën e muslimanit. Një musliman që çdo ditë lexon Kuranin, vendos një mas të saktuar, edhe çdo muaj të paktën, kjo është niveli më i pakët o vëllezërit e mi. Ai që thon shumë nga selefët, ai që nuk e bën khat me Kuranin një herë në muaj, hyn tek ata që kanë praktikisur librin e Allahut. Siç tha profeti sallallahu alajhi wasallam, pra në ajetin kuranor, që o Zot, ummeti im e praktikon këtë Kur'an. Cili është niveli i praktikjes? Nëse një herë në muaj nuk e bën khat me Kuranin, që ta mbarosh një herë në muaj ose 40 ditë të themi, atëherë ke praktikisur librin e Allahut. Lexon ajetet që flasin për madhështinë e Allahut xhaleshanu, ajetet që flasin për përshkrimin e xhenetit dhe xhehenemit. Edhe po të flet Zoti dhe ti i kujton zemrës, ka nevojë zemra që ti rikujtoj këtë gjëra, ka xhenet dhe ka xhehenem aty. Edhe ky xheneti ka njerëzit e tij dhe xhehenemi ka njerëzit e tij, në cilët bën pjesë. Shikon historitë të dërguarve me popujt e tyre, besimtarë dhe mosbesimtarë dhe sjellja e tyre. Shikon urtësitë e Allahut në krijimin e tij dhe faktin që çdo gjë ka krijuar me qëllim Allahu subhanahu wa taala, dhe mediton njeriu dhe reagon, ka nevojë njeriu. Zemra e tillë është. Nëse mbani mend atë hadithin, është si puna asaj pendës në erë. Ajo penda në erë që është e lidhur në trungun e një peme, që e çojnë erërat e kthejnë sa nga njëra anë në anën tjetër. Nëse nuk e përball me fladin e dhikrit dhe librit të Allahut subhanahu wa taala dhe haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë me çfarë do të përballet? Ka nevojë zemra të di urdhëresat dhe ndalesat dhe t'i kujtojë se janë shumë të rëndësishme. Halali, harami, gjitha këto i gjen në librin e Zotit dhe hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata meditojnë për këta njerëz, meditojnë në ajete që nxisin frikën ndaj Allahut xhaleshanu, shpresën për shpërblim, dashurinë për Zotin xhaleshanu, mbështetjen e plotë tek Allahu sa ai ka të gjitha në dorë. E shikojnë Zotin të përshkruar me emra dhe cilësitë më të bukura në Kur'an. Të gjitha këto si mund t'i marrësh o vllai im, nëse nuk ke marrëdhënie me librin e Allahut dhe me hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sot elhamdulillah i ke në gjuhën tënde, i ka sjell Zoti i Madh subhanahu wa taala, ka bërë të mundur të vinë ajetet e librit të Allahut subhanahu wa taala. Të vinë domethënë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, në burimet më madhështore që janë. Librat e saktë e hadithit dal ngadal po vinë të gjitha po sillen, madje edhe me shpjegim o vëllezër. Gjitha këto fjalë ke edhe me shpjegim. Lexon atë që ke të pakuptueshme, hyn dhe shikon shpjegimin e saj dhe ushqehesh. Kjo është jeta e muslimanit vllai. Kujdesi për zemrën dhe duhet ta ushqesh shpirtin se s'bën. Nuk mjafton vetëm ajo vepra e atyre veprave, domethënë të përditshme që bëjmë falja e namazit, dhe ajo kthehet në mekanike pastaj. Kthehet në traditë. Ndonjëherë nuk e le dot sepse të vjen dhe turp edhe nga njerëzit, sepse ke krijuar një bashkësi, Allahu mustaan. Kjo nuk është feja që kërkohet. Feja që kërkohet është kujdesesh për zemrën. Prandaj vajtja e sahabiut tek profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon që zgjidhja për ngurtësimin e zemrave është kthimi tek shpallja, tek fjala e Zotit dhe fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prirja e sahabëve që ta kërkonin zgjidhjen me ilaçe shpirtërore dhe jo me ilaçe të kësaj dynjaje, fizike apo materiale. Edhe kjo është për të medituar pak në të. Pra zgjidhja që kërkoi sahabiu është zgjidhje shpirtërore, zgjidhje fetare, nuk është zgjidhje e tipit që le të kënaqem pak, pastaj do t'i kthejmë prapë udhës së drejtë. Ta le një farë kohë. Kjo zgjidhje në pamje të parë duket si një lloj çlodhje dhe lirim. Eskaj do ta lej një farë kohë dhe pastaj do kthehemi. Jo, sahabiu nuk e pati këtë tendencë. Pa ta vesh me kujdes deri shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Kërkoi zgjidhje shpirtërore dhe jo, domethënë zgjidhje me argëtime të kësaj dynjaje. Ndonjëherë njeriu thotë, unë do merrem me argëtime halal. E shikoj që po ngarkohem pak dhe s'po e përballoj dot zemra ime, domethënë veprat e mira edhe vazhdimisht në ton, vazhdimi i tyre më sjell një lloj ngarkese dhe se përballoj dot. Mos mendo se nëse i lej një farë kohë, edhe kjo zgjatet shumë, si tha Allahu në ajetin pak më e përmendëm në fillim, dhe u zgjat koha. Dhe u zgjat koha e tyre, u bë një kohë gjatë që nuk u kujdesën për zemrën e tyre. Mos e lër gjatë. Edhe nëse ndodh një kohë e shkurtër, i ndodh njeriu që të bjerë besimi i tij. Ndoshta një farë kohë kufizohet edhe në bënien vetëm të vajxhibeve, sepse ndjen veten të rënduar, se kështu është njeriu. E ka edhe këtë tendencë, dhe kjo është provë që na ka vënë Zoti subhanahu wa taala.
Siç i tha profeti sallallahu alajhi wasallam Handhales. I tha, kështu është, një ditë dhe një ditë. Pra një ditë do të jesh kështu ambicioz dhe i fortë në vullnet, ndonjëherë do të jesh dhe i zbutur. Mund të ndodhë që njeriu mund të lërë një farkohë disa synete. S'bëhet fjalë për farzet, padyshim. Nuk bëhet fjalë për detyrimet madhore që ka individuale çdo njeri, po bëhet fjalë për synete, për ato që janë shtesë mbi adhurimet bazike. Mund t'i lësh një farkohë vëllezërit e mi, lëri një farkohë, po jo të zgjat ajo kohë shumë. Nëse le një ditë, 2 ditë, ja një javë të themi, 10 ditë, po mos e lër veten. Ktheu. Dhe fillo edhe një herë, ristrukturo edhe një herë adhurimin që ke për Zotin xheleshan. Se ti i falja rregullisht synetet e ditës. I le tash, nuk po i fal sunet, i le sunetet e drekës, ti ikën të parat ose të mbrapmet, fal vetëm sunetet e sabahut, se ato janë shumë të rëndësishme, edhe vitrin, pastaj dal ngadalë le të gjitha. Nëse ndodh kjo gjë, ktheu edhe një herë vendosi llogarit. Pse? Sepse zgjidhja shpirtërore, ajo është zgjidhja. Nuk është zgjidhja e lënjes dhe argëtimit, qoftë edhe me halal. Ndonjëherë ju thot, do të ndjej që zemra ime të mallëngjehet. Mallëngjehet zemra duke e kthyer në origjinën e saj. Çlodhe për pak kohë, por ktheu prapë aty ku ishe. Ristrukturoje, merre veten dhe jepi drejtim, vazhdo rrugën. Se ndryshe nuk rregullohesh. Pra, nga mesazhet e kësaj zgjedhje të sahabiut, zemra nuk shërohet me rahati trupore. Afërsia me Allah nuk arrihet me dorëzim pas epsheve. Ngrohtësia e imanit nuk lin nga lëshimi i vetes në dëshirat e dynjas. Nënshtrimi i zemrës nuk vjen nga zbavitjet, por nga adhurimi dhe përkujtimi. Lënia e vetes për pak kohë ose mos kryerja e disa adhurimeve le të shërbejë si shlodhje e përkohshme, por nuk duhet të zgjatet shumë. Mos e lër veten të zgjatet shumë. Ktheu edhe një herë, ristrukturoje dhe vendose rregullim. Nga përvoja e tyre sahabët e kishin kuptuar që kënaqësitë e çastit e vrasin zemrën. E mos ka le të ri pak, do ri pak në telefon se do shlodhem, do shikoj. Kurioziteti, sikur argëtohesh pak. Qoftë me të qeshur, qoftë me ato që ne jemi mësuar sot, na duken si normale. Ta dish që këto kënaqësi e vrasin zemrën më shumë. Mund të duket sikur shlodhesh, por vallahi domethënë ajo është ngurtësim, akoma më shumë. Dorëzimi para epsheve e dobëson vullnetin pastaj. Koha e harxuar në zbavitje është një plag në imanin e besimtarit. Shkoha e harxuar e humbur, s'kthehet më mbrapsh. Nuk e arrin dot më. Prandaj masat e tyre sahabëve ishin të forta, të menjëhershme dhe të drejtë për drejta. Ata nuk e linin zemrën të rëshqiste gjatë, nuk e linin plogështin të rrënjose i fort në zemrat e tyre, nuk e lejonin gjendjen e tyre e brendshme të kalonte në një pikë ku kthimi pastaj bëhet i vështirë në mos i pamundur. Në vend të zbavitjeve kishin dhikrin ata vëllezërit e mi. Kundër plogështisë kishin lutjen e Allahut subhanuhu teala. Ndini veten të plogësht, lutja Allahut subhanuhu teala. Zot më ndihmo. Ndihemi plogësht, ngurtësua zemra ime, çfarë të bëj dërguari i Allahut? Vepro diçka, nisu dhe bëj hajër. Ilaç të shqetësimeve, anktheve, dëshpërimit, depresionit siç e quajnë, dhe frikrave në jetën e kësaj dynjaje, kishin meditimin e ajetet e Kuranit. Ktheu në librin e Allahut subhanuhu teala. Aty është shërimi. Aty është, alhamdulillah, mëshira e Allahut xheleshan. Aty është mjafton të futesh të lexosh me këtë qëllim që të gjesh zgjidhje, vallahi do ta shikosh se si do të largohesh çdo lloj dëshpërimi. Do marrësh optimizëm, do hapen gjithë ato dritare për vullnet dhe hajër të madh. Mjafton vetëm futu dhe lexoj librin e Allahut subhanuhu teala. Përballë hutimit, hutohesh. Kishin kujtimin e ahiretit. S'ka vend për hutim. Çka ka për të hutuar? Të mbetesh i mjegullt, i vagët. Është ahireti, ka xhenet dhe xhehenem, lidhe mendjen. Ku do shkosh? Këtej ose këtej? E kujtonin ahiretin. Shkoni tek varret, në Varreza, shkoni diku në një xhenaze. Shko tek një që është i sëmur dhe po vuan dhe kujtodom që ahireti është shumë afër. Kupto faktin që vdekja s'ka radhë dhe mund të vijë, mund të befasoj në çast. Kujtoje këtë dhe shikojnë që kthehesh me këmbë në tokë. Dhe kuptojnë që nuk është çështja domos për të mbetur i hutuar gjatë. Në gjendjen e dobësisë i kërkonin falje Allahut xheleshan. E dinin shumë mirë që mbetja në provim është për shkak të gjunafeve. Kërkonin falje, o Zot më fal. O Zot falë gjunafet e mia. Largoja të pesh që më rëndon aq shumë dhe nuk më le të ec, të vazhdoj. Pra kërkonin falje Zotit xheleshan. Dhe shërim të dëshpërimit kishin shpresën tek mëshira e Allahut subhanuhu teala. Kundër epshit kishin agjërimin, ilaç kundër shpërqendrimit kishin namazin e natës, ku kërkonin ndihmën e Allahut subhanuhu teala. Kjo është arsye pse zemrat e sahabëve ishin të tilla, të shëndetshme, të lehta të ndriçuara. Ata e ruanin veten
me kujdes në çdo hap o vëllezërit e mi. Elus Allahun azza wa jall të na ruaj nga ngurtësimi i zemrës, na bëj nga ata që kujdesen në çdo çast, e ushqejnë atë dhe ja ndjejnë kënaqësinë e adhurimit të Allahut subhanahu wa taala deri në ditën që takojnë Zotin xheleshanu. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Çfarë do të thotë ngurtësimi i zemrës? Ngurtësimi i zemrës në fjalët e dietarëve është humbja e butësisë së zemrës ndaj të vërtetës dhe në marrëdhëniet me krijesat. Dhe sikurse e cekëm pak, ngurtësimi i zemrës së njeriu është ose në lidhje me marrëdhënien që ka krijuar me Zotin e tij, ose në lidhje me marrëdhënien që ka me krijesat dhe detyrimet që ka ndaj tyre. Padyshim që njeriu e ka vendosur Zotin në këtë dynja dhe ka ngarkuar me detyrime. Qoftë detyrimet që kanë bërë me Zotin subhanahu wa taala, adhurimi që kemi ndaj tij, borxh, qoftë në lidhje me marrëdhënien me krijesat. Dhe nëse do flisim për marrëdhënien me Allahun xheleshanu, çdo thot ngurtësimi i zemrës. Pra ngurtësimi, mos prekja e zemrës, mos zbutja saj nga ndikimi i Kuranit dhe mesazhi që i jep profeti sallallahu alajhi wasallam i shpalljes. Mos përqendrimi i zemrës në namaz dhe adhurime, mos përmbushja e adhurimeve ndaj Zotit xheleshanu me përkushtim, zbehja e tyre, vështirësia e tyre, lodhja dhe plagështia në marrëdhëniet ose në adhurimin që kemi ndaj Zotit xheleshanu. Nuk i bën ato me kënaqësi, nuk ndjen kënaqësi me to. Mendoni pozitën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabëve. Profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte sa herë që kishte vështirësi ose ndjente një problem dhe rëndesë, direkt drejtohet drejt namazit, kërkonte ndihmë në namaz, se kështu ishte adhurimi i lidhje me Allahun xheleshanu. Po shikoj sahabët, ai u kthye nga lufta dhe u kthye në shtëpinë e tij pas një kohe të gjatë ndërprerjeje. Hyn në namaz me njërë pasjatësie në namaznate dhe del para sabaut. Ndërkohë që sa po u kthye në familjen e vet. Pra njëri që kthehej, domethënë pse u kthye nga udhëtimi, nga lufta, kthehej dhe adhuron te Allahu xheleshanu. Njerëz që e shijonin adhurimin me Zotin subhanahu wa taala. Një tjetër plagosën në momentin që ishte duke ruajtur dhe falte namaznate, i vinë shigjetat dhe e plagosin dhe nuk e lë pa mbaruar surën. I thotë shoku i vet, pse nuk më zgjove, më çove ti emun të ruaja unë, se u plagose. Zdoja të ndërprisja surën që po lexoja. La ilaha illallah. Çfarë njerëz, si e shijonin adhurimin këta njerëz? Pra, në lidhje me adhurimet që kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala, adhurimin duhet ta ndjesh. Ti po fal namaz dhe ti po bashkëbisedon me Allahun xheleshanu. Cili nga ne e shikon në këtë formë vëllezër? Më thoni. Cili nga ne e shikon namazin kur e fal për Allahun, që është një bashkëbisedim i ngushtë me Zotin xheleshanu? Kush e kujton atë hadithin që vetë Zoti e ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam? Kur thot robi im, elhamdulillahi rabbil alamin, thot Allahu, hamadani abdi, më lavdëroi robi im. Dhe Allahu shndron përpara teje në namaz. Kur thot robi Ar-Rahmanir Rahim, thot Allahu subhanahu wa taala, athna alayya abdi, më ka përlëvduar robi im, po më përlëvdon shumë. Kur thot Maliki Yawmiddin, thot Allahu subhanahu wa taala, më madhëroi robi im dhe i la çështjet e tij në dorën time. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Deri në fund të hadithit. Kush e mendon këtë kur falim namazin? A është kjo lloj lidhje fortë me Allahun xheleshanu? A është kjo lloj shije, po ja ndjejmë ne adhurimin, po ndjejmë ne të përmalluar për në xhenet, që mos na ndjej fare për jetën e kësaj dynjaje. Qëllimi është që jeta e kësaj dynjaje nuk ka asnjë lloj vlere. Ashtu siç thot Allahu në Kur'an, e kemi këtë lloj prirje, kjo zemra jon është e tillë që është e përmalluar për Allahun dhe është e lidhur vetëm me adhurimin ndaj Allahut xheleshanu. A e kemi këtë vëllezër të mi, vallahi. Ai që e ka ta ruaj shumë. Dhe ta ruaj si çfarë sy të ballë, si shpirtin që ka. Më shumë se jetën e tij, se jeta s'ka vlerë pa të. Pra në lidhje me marrëdhëniet me Allahun subhanahu wa taala është ndërtimi i të tilla marrëdhënie të forta, dhe kjo është zemra jo e ngurtë. Këtu duhet të synojmë vëllezër të mi. Ta përkryejmë adhurimin me Allahun xheleshanu. Kurse në lidhje me njerëzit, profeti sallallahu alaihi wasallam, që dha dhe këshillën këtij sahabiu të nderuar, i dha një shembull dhe i tha, a do të zbutet zemra? Domethënë në lidhje me marrëdhëniet me krijesa tashmë. I thot, për këdhele, domethënë kokën e jetimin. Pra mëshiroj jetimin. Për këdhele kokën e tij dhe ushqeje nga ajo që të ka dhënë Allahu ty subhanahu wa taala. Padyshim shoqëria e profetit sallallahu alaihi wasallam, shoqëria e njerëzit, shoqëria që krijoi profeti sallallahu alaihi wasallam, mangësit
në këtë shoqëri më të shumta ishin të aspektit material, ishin të varfër dhe kërkonin solidaritet që të ushqej dikush, të mbështetej, se ata ishin burra, marrëdhënie me Allahun subhanahu wa taala kishin treguar veten. Por marrëdhënie me krijesat donin një lloj zbutje të shpirtit dhe të zemrës, kujdeseshin, pra një solidaritet shoqëror, që të kujdeseshin për krijesat. Por ne vëllezërit e mi kemi nevojë akoma më shumë. Le ta meditojmë pak fjalën e profetit, mëshiroje jetimin, përkthele kokën e tij dhe ushqeje nga ajo që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Vetëm jetimi është ai që ka nevojë në shoqërinë tonë. Janë të shumtë ata që kanë nevojë. Pastaj, le ta shikojmë pak më thellë. Nëse kujdesesh për njerëz të sëmurë, siç ka edhe shumë vëllezër musliman të mirë që kujdesen domethënë për njerëzit që kanë nevojë dhe u gjenden pranë për sëmundjet e tyre, për vështirësitë e jetës, dhe kjo a keni vënë re se sa i zbut zemrat e njerëzve? Keni vënë se sa i zbut zemrat e njerëzve? Thjesht një ndihmë e tillë, solidarizohen gjithë njerëzit për ta ndihmuar njëri sepse nxitet tek ajo mëshira dhe zbutet zemra e tyre. Por duhet pak më tej vëllezërit e mi. Njerëzit sot janë larg nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Janë larg nga besimi. Njerëzit tanë më të dashur. Do doje që nesër prindi jot, fëmia jot, gruaja, burri, njerëzit që ke afër, të jenë në zjarrin e xhehenemit. Në momentin kur vdes dhe u merret shpirti, të fillojnë dëshkimi për ta. A ka mëshirë më të madhe se sa ta nxjerrësh një njeri nga mosbesimi, largimi nga Zoti dhe ta kthesh tek Allahu subhanahu wa taala. Pra po ta shikojmë vëllezërit e mi. Mëshira më e madhe që kërkohet është që ta zbut zemrën fort, është për kujdesi për njerëzit. Dhe nuk do gaboja nëse them në kohën e sotme, kujdesi më i madh që duhet kemi për njerëzit është kthimi i tyre në fenë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nëse do ta merrim hadithin që të na zbut zemrën Allahu subhanahu wa taala, ai që merret me davetin e njerëzve, pra kujdeset që ti sjell ata në fenë Allahu subhanahu wa taala, ky njeri e ka zemrën të zbutur. Nëse një njeri merret me davet, qoftë edhe me një shok që ka në krah, thotë, hajde vëlla të falësh namazin e ti. Me njeriu në shtëpisë, me atë domethënë që ka në krah dhe përpiqet ta rregullojë atë. Çdo hap i hedhur në këtë drejtim, kujto se ti e ke mëshiruar. Është një lloj si ke përkëdhelur kokën e jetimit. Dhe e ke ndar imanin që të ka dhënë Allahu xhaleshanu. Këtë ushqim, këtë pasuri që të ka dhënë Allahu e ke ndar me të. I ke dhënë nga ajo që të ka dhënë Allahu xhaleshanu. Prandaj, nga dobit më të forta të këtij hadithi është marrja me davet me njerëzit më të afër që i kemi dhe pastaj edhe me të tjerët është nga shkaqet më të forta që e zbusin zemrën tonë, që ta na bëjnë adhurues të mirë. Ai që merret me davet kur nuk do të bjerë për veten e tij, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Madje ndodh që mund të mos jetë i fortë në besim dhe nëse merret me davet, do ta bëjë Zoti kësmet domethënë që të ngrihet në grada. Prandaj kjo është ajo që kemi nevojë sot o vëllezërit e mi. Kujdesemi dhe të bëjmë davet njerëzve. Kjo do ta zbuzë zemrën fort. Dhe do na bëjë që ashtu sikurse e ka përmendur Zoti në Kur'an kur thotë, jeni ymeti më i mirë i nxjerr për të mirën e njerëzimit. Këta janë njerëzit më të mirë, me zemra të buta, me zemra të mëshirshme, këta që ndajnë hajrin me të tjerët, përpiqen domethënë të rregullojnë në shoqëri atë që të tjerët e prishin. Pra, si thot Allahu subhanahu wa taala, urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Dhe pastaj thot dhe besoni në Allahun. A thua sikur se besimi është i pari, pra do të thënë radha është besoni në Allahun dhe pastaj urdhëroni për mirë dhe ndaloni nga e keqja. Jo, urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja ka përmendur në fillim Allahu subhanahu wa taala për të treguar në një farë mënyrë thon dietarët që ky davet e zbut zemrën dhe të bën që të besosh Allahun më mirë. Ti jesh më i fortë në besimin në Allahun xhaleshah. Elus Allahu subhanahu wa taala të na bëj njerëz që janë me zemra të zbutura. Elus Allahun të na ruaj nga ngurtësimi i zemrave. Elus Allahun të bëjmë të udhëzuar dhe udhëzues në rrugën e drejtë. Luma ai që bën këtë punë, vallahi këta do të jenë më të mirët që do t'i zgjidhë Zoti subhanahu wa taala. Dhe këta do të jenë të shpëtuarit çfarëdo që të ndodhë në botë. Çfarëdo sprovë që të vijë, këta janë njerëzit e shpëtuar dhe nën kujdesin e Allahut xhaleshah. Allahu na bëft për tyre. Së fundi çoni salavat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.